Shumë elemente përbëjnë një martesë suksesshme, dashuria, mëshira, respekti, besimi, mirëbesimi, kështu me radhë. Është interesant se Allah i lartësuar kur ka fol për raportet bashkëshortore në Kur'an, ka dhënë me kuptu se ato nuk është që të dhënë pa dashuri dhe pa mëshirë vështirë është me ekzistu një raport. Me ku qëndron dallimi mes dashurisë dhe mëshirës? Kështu që duhet ta kemi parasysh që dashuria është nuk është vetëm raport i ngushtë, fizik ose intim, mirë po dashuria i ka dhe disa elemente tjera. Fillimisht Allah i lartësuar kur e përmend begatin, kur a kujton njerëzve begatin e tij ose prej begative të tij se prej llojit ju krijoi femra edhe bëri mes jush dashuri dhe mëshirë. Do të thonë pa dashuri dhe pa mëshirë vështirë është me ekzistu një raport. Me ku qëndron dallimi mes dashurisë dhe mëshirës, me qenë përmendur në damas? Gjithsesi. Përderisa i ka përmend damës, shumë bukur e the, përderisa Allah i përmend dy terme secila e ka një kuptim ndryshe nga tjetri. Mëshira, do të thonë të dytë prej bashkëshortëve kanë nevojë me mëshiru njëri tjetrin. Çka do të thonë me mëshiru? Do të thonë me i duru gabimet që ndodhin prej tyre. Për ata kur i themi na dikujt Allah e mëshiroft, është ma e rëndësishme se sa me thonë Allah e fal. Allah ja fal gjunat. Ndërsa Allah e mëshiroft, kur themi te Allah, është një lloj tejkalimi do të thonë ja fal gjunahun edhe mos ja përmend kurr, edhe ndoshta çat gjuna ja shpërblen edhe ja shndron në. Pra në këtë rast në martesë mëshira është aspekti praktik. Tash do të thonë mëshira është kur burri bën një gabim, gruaja nuk i thot deri në vdekje te çka më ke pas botër. Ose gruaja bën një gabim, mirë po e tej kalon. E tej kalon, do të thonë është në gjuhën popullore të na thuhet mos shiko gjithçka dhe mos ni gjithçka. Sepse me shiku gjithçka dhe me ni gjithçka duhet vazhdimisht ne krijojmë gjyqje. Polemika e gjyqje kështu. Edhe gruaja, edhe burri duhet mos dëgjojnë gjithçka në mënyrë që ta mëshirojnë njëri tjetrin. Në anën tjetër dashuria, ndërsa dashuria, dashuria është çështje e zemrës. Do më thonë, kur njeri është vështirë, problem është edhe me shpjegu nga njëherë dashurinë, se është e pashpjegueshme, se dikon të do zemra dhe futet zemra dhe pa të pyet fare. Mirë po, përderisa Allahu ju ka bërë bashkëshort, përderisa e kanë pranuar njëri tjetrin, përderisa Allahu i ka leju që më i zbulu ata sekretet që nuk ja zbulojnë kërkujt në botë njëri tjetrit. Pastaj Allahu ju fal fëmijë, pastaj Allahu ka bërë që ata në jetën e tyre me ndo bashkarisht. Domthonë gjitha këto elementi janë që duhet spaku me shtrydh një tro dashni përmes tyre dhe jetën e tyre me ngjëros edhe dashuria. Dhe hoxh, kur mëshira në këtë rast dhe falja vjen shprehje mes bashkëshortëve, a është ky lloj, si më thon, kontributi që pastaj edhe vjen qetësia familjare? Gjithsesi. Është interesant se Allah i lartësuar kur ka fol për raportet bashkëshortore në Kur'an, ka dhënë me kuptu se ato nuk është që vazhdimisht 24 orë në ditë janë në rregull, janë okay dhe gjithçka klumtur. Thotë përderisa pejgamberët e Allahut kanë pasur nganjëherë probleme familjare. Kur tham probleme familjare, mos thonë ndonjë gatrres, ndonjë fjalosje, e cila ka kaluar shpejt. Mirë, po kur në familjet, në shtëpitë e pejgamberëve, ka pas fjalosje të tilla, domethënë kanë me ndodhur edhe në familjet e tyre. Pra, sfidat e përditshme. Që do të thotë se çush me i kalu këtu. Sepse ndodh një problem i vogël që nuk mund me të i kalu bashkëshortët, pastaj bëhet shkaku i ndarjes, edhe shkatrimi i jetës së të dyve, të cilët pastaj e kuptojnë se është dashur me të i kalu këtë problem. Mirë, po se të kalojnë. Ndërsa disa tjerë bashkëshortë që Allahu ju jep sukses dhe ju jep udhëzim, problemet më të mëdha i kalojnë. Edhe e shohin pastaj kur ta kalojnë problemin, e falenderojnë Allahun që i udhëzoi me të kalu këtë problem, se përndryshe nuk do ta Dhe si arrihet qetësinë familje. Tash fillimisht ato që i shpjegoj më herët duhet të dytë bashkëshortëve, edhe burri edhe gruaja me dhon maksimumin që me rujt qetësinë familjare. Gruaja i ka disa faza të cilat duhet me i mirë kuptu burri, edhe me i te i kalu. Gjithashtu edhe burri ka nervozat e tij, ka problemet, sidomos, domethënë në jetën e sotshme kur takohet, ballafaqohet me njerëz të ndryshëm, pastaj zhvillon biseda të ndryshme, të cilat është problem me i lënë jashtë shtëpisë. E dyta, pika e dytë është nëse nuk arrin me e kuptuar këtë njëri tjetrin, atëherë duhet që
të heqin dorë prej disa të drejtave të tyre. Në mënyrë që me i dhon hapësirë që të frymon jeta bashkëshortore. Për shembull, Allah i lartësuar thot: "Wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Nëse friksoni, ky po i flet njerëzve rreth familjes që janë njerëz që ja duan të mirën këtij çifti bashkëshortor. Thot, nëse vreni se do të ndodhë plasavitja ose edhe ndomja, atëherë dërgone një njeri turp. Prej familjes burrit edhe një njeri turp prej familjes gruas, që këta dy pastaj të mundohen me afru ata. Që do të thotë se nga njëherë problemet të i kalohen duke e fut dikan në mes. Mirë po nga njëherë problemet shtohet duke e fut dikan në mes. Për ata duhet kemi kujdes shumë se kanë e fusin.